Fly Like an Eagle, festivali I filmit shqiptar në Berlin, nga 7 deri në 13 maj në Berlin, do të zhvillohet festivali I filmit shqiptar Fly Like an Eagle, një javë kushtuar historisë, trashëgimisë dhe zhvillimit të kinematografisë shqiptare që do zhvillohet në Kinoman prestigjioze historike Babilon. Nata hapse e festivalit do mbahet më 7 maj në orën 19:30 në Babilon Cinema, ku publiku do të ketë mundësinë të ndjekë shfaqjen e filmit klasik shqiptar Vdekja e Kalit, një nga momentet më të veçanta pritet të jetë pjesëmarrja e autorit protagonist të filmit Timo Floko. Floko do zhvillojë një bisedë të hapur me publikun e moderuar nga regjisorja Odeta Çunaj. Në nënkurimin e Elson Zgurit, festivali synon të sjellë për zgjedhje veçantë filma që ndërturin historinë e pasur të filmit shqiptar me krijimtarinë bashkëkohore. Fly Like an Eagle realizohet me mbështetjen e ambasadës së Shqipërisë në Berlin. Dhe lajmi